të gjithë shtëpitë e Elbasanase kanë hapur dyert, ashtu siç e do tradita për qindra qytetarë të ardhur nga çdo qytet i Shqipërisë për të festuar ditën e verës në zemër të Elbasanit, aty ku ruhet me fanatizëm kjo festë kaq e hershme që në Elbasan, edhe pse është bërë një festë tradicionale, në Elbasan vazhdon të festohet dhe kjo e bën që të vinë mijëra qytetarë të festojnë këtu. Të gjithë hyrjet e daljet e qytetit e Elbasanit ka një trafik të rënduar që prej ditës së djeshme edhe ditën e sotme, dhe kjo tregon edhe një herë tjetër që qytetarët vazhdojnë të vinë qytetin e Elbasanit për të festuar aty ku realisht festohet me zemër, festohet edhe ndiqen gjithë aktivitetet që janë menduar nga Bashkia e Elbasanit. Në fakt ka një javë që ka aktivitete në qytetin e Elbasanit, do të ketë gjatë gjithë ditës së sotme për gjithë qytetarët që mbërrin këtu për të ndjekur, por do të vijojnë edhe ditën e nesër në 15 mars, është menduar të ketë një sër aktivitetesh të tjera për gjithë ata qytetarë që kanë zgjedhur të kalojnë sot mbrëmjen në qytetin e Elbasanit dhe në mëngjes do të kthehen këtu. Pasi vlen theksohet që në Elbasan të gjithë baret dhe restorantet janë prenatuara për gati një javë, por edhe hoteleria dhe pjesa e jo vetëm e qytetit Elbasanit apo pjesës së qendrës, por edhe rrethinat kanë qenë të pronotuara nga qytetarë që kanë bërritur në Elbasan prej një jave për të festuar ditën e verës, festën e ballokumes, festën e lules, festën ku padyshim që urohet për një verë më të bardhë, më të begatë, por edhe më bollëk. Edira, është sfumuar ndër vite kjo traditë se kur janë ato përgatitjet parë edhe të punës edhe kur flasim për këtë ditë mendojmë ne, të paktën kur bëjmë një analizë. Por si ndihet atje? Është zbehur apo vazhdon e njëjta traditë? Ndonse mbase për familje të reja edhe mbase nuk e kanë më shumë vëmendje, por familje tradicionale, mosha e thyer e kanë akoma shumë të rëndësishme si ditë për ta festuar edhe për shkak edhe të asaj që përfaqëson kjo ditë. Padyshim që ka edhe zbeje të kësaj tradite që festohet në kohë prej kohësh në qytetin e Elbasanit, por ajo që vlen theksohet është fakti që me fanatizëm tek familjet elbasanase që kanë ende praninë e një moshe të rritur në familje, vazhdon të zbatohen të gjitha rritet, siç edhe unë ju kam sjell një takim që u bën në qytetin e Elbasanit, ku theksuan rritet që në rast se ishin familje të reja elbasanase dhe nuk kishin të paktën një moshë të thyer në familje, edhe nuk I zbatojnë të gjitha, siç ishin ajo që dilje përpara qumshit për të marrë një verë të bardhë, apo vendosja e verores në mbrëmjen e 13 marsit, një traditë shumë e hershme në qytetin e Elbasanit, e cila përfaqëson bardhësinë, por edhe të bukurën që pritet që të vinë në vijimësi. Ajo që vlen theksohet është fakti që familjet e reja apo çiftet e reja e kanë venitur pak, por në familjet e Elbasanase vazhdon me fanatizëm që prej një jave, domethënë që kur futet marsi, bëjnë ato përgatitjet e para për të pritur ardhjen e 14 marsit, dhe ajo që është e bukur në qytetin e Elbasanit është nata e verës. Është një interesante ku zonjat e vjetra të familjes mbledhin bar, por edhe pakdhe dhe lulen tradicionale karakaften që çel që në fillim të marsit në qytetin e Elbasanit e vendosin në shtëpi për të pritur kështu ardhjen e ditës së verës në mëngjesin e 14 marsit dhe për të vazhduar për të uruar njëri tjetrin për një verë sa më të mbar. Zgjimi në ditën e verës në 14 mars në familjet elbasanase që vazhdojnë ta ruajnë këtë traditë bëhet herët në mëngjes, duke uruar njëri tjetrin për një verë të mbar dhe duke e nisur me ato rituale që vazhdojnë të ruhen, por që vlen theksohet që ka edhe rituale që siç bënin të parët tanë në familjet e reja janë venitur pak, por megjithatë me këto takime që bëhen, synimi kryesor është që t'i tregohet rinis, por edhe të gjithë atyre që e gjojnë që këto janë rite që duhen mbajtur për të mbajtur të gjallë traditën e festimit të ditës së verës në qytetin e Elbasanit, në zemrën e Shqipërisë, në kryeqytetin
e Shqipërisë që bëhet sot për ditë vere, për të vijuar dhe për të festuar gjatë këtë fest, e cila sjell bardhësi, gëzim, edhe ata që e festojnë më shumë padyshim që janë voglushët e qytetit të Elbasanit, por dhe ata që vinë për të festuar, janë mira qytetarë që vinë edhe zgjidhin Elbasanin për të festuar këtë fest